Xhibani ka qenë i ftuar në një emision ku ka treguar se si ishte gjendja shëndetësore e babait të tij, si dhe sqaroi disa deklarata të bëra virale në rrjet. I pyetur nëse është zhgënjur nga sjellja e ftohtë e banorëve për fshirje dhe danjën, Xhibani tha se ka vendosur që ta lërë të qetë këtë të fundit. Më pas ai shton se nuk zhgënjehet më as nga banorët aty brenda dhe as nga të ftuarit nëpër studio televizive. E para punës nuk mundet nga njëra anë në prime të kritikohem dhe të gjykohem që nuk duhet i flas danjës apo të merrem me të. Nga ana tjetër duhet të përgjigjem pyetjeve për intervista. Tani jo se duhet ta lëm danjën rehat ose jo. Unë kam vendosur që ta lë danjën rehat, kështu që nuk duhet të përgjigjem kësaj pyetje në mënyrë specifike. Ndërsa ka patur banorë që më kanë zhgënjur, nuk besoj se më zhgënjen njëri në atë format, me këtë hipokrizi dhe dyfytyrësi. Madje nuk më zhgënjen as të ftuarit nëpër studio televizive dhe tek emisioni, me pjesëmarrësit të shtëpia e vëllarit më të madh. Ne duhet t'i rikujtojmë se Xhibani u largua nga gara për shkak të problemeve shëndetësore që kishte jati i tij.